këtë edicion do të ndiqni. Është vënë sot gurthemeli për ndërtimin e godinës së re shkollore në fshatin Damian. Një investim ky prej 2 milion eurosh i siguruar nga Ministria e Arsimit. Shkolla do të quhet Hamës Cena, një aktivist dhe punëtor i dalluar i arsimit nga kjo treg, i cili nuk jeton më. Përfaqësuesit e partive të komuniteteve rom Bosnia-Kashkalin sot kanë dorëzuar në paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ankesë lidhur me procesin zgjedhor dhe dyshimet për keqpërdorimin e votave nga lista serbe, duke mbështetur Romani Iniciativa. Këta përfaqësues paralajmëruan edhe ankimin në Gjykatën Supreme, por edhe në atë kushtetuese, varësisht nga vendimi i PZAP-s. Punëtorët e KRM Çabrati nuk ndalen asnjëherë. Sot u panë sërish të angazhuar, të cilët pos pastrimit mbollën drunj dekorativ në parkun qendror të qytetit të Gjakovës. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjërësisht me informacionet e përgatitura. Është vënë sot gurthemeli për ndërtimin e godinës së re shkollore në fshatin Damian, një investim ky prej 2 milion eurosh, i siguruar nga Ministria e Arsimit. Shkolla do të quhet Hamës Cena, një aktivist dhe punëtor i dalluar i arsimit nga kjo treg, i cili nuk jeton më. Ministria e Arsimit të Kosovës ka ndarë 2 milion euro për ndërtimin e godinës së re të shkollës Hamës Cena në fshatin Damian. Prezent në vënien e gurthemelit ishin Ministri i Arsimit Ram Likaj, si dhe kryetari Gjini me bashkëpunëtor. Likaj theksoi se është i lumtur që u mundsua ky investim në këtë zonë kaq të rëndësishme të arsimit. Sot është një ditë e veçantë, është 5 mars si epopeja UÇK-s për njëkohësisht në fshatin Damian, e bëjmë gurthemelet e një shkolle të re, këta fëmijë, këta njerëz e meritojnë një shkollë të tillë me këtë infrastrukturën për cilë, se është investimi i Ministrisë së Arsimit. Ne jemi munduar gjatë tërë kohës sa kanë qenë Ministri i Arsimit me përmirësu kushtet dhe infrastrukturore, shërbim të ngritjes cilësisë dhe në shërbim të marrëvajtjes procesit mësimor. Kemi qenë kushte pandemie, por megjithatë kemi edhe aktivitete të tilla të cilat na bojnë mundi mirë. Kryetari Gjini theksoi se vënia e gurthemelit në ditën e epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës është simbolike e veçantë. Është një ditë e mirë, është një ditë e madhe, dita e epopesë UÇK-s, edhe nuk besoj që mund të kemi mënyrë më të mirë për me shënu këtë ditë, se sa me tregu që ky popull pas Adem Jasharit është gjallë, fal sakrificës, fëmijët po rriten, po lindin fëmijë të ri, po ndërtojmë shkolla të reja. Unë ju uroj gjithë mësimdhënësve, banorëve të Damianit edhe të fshatrave përreth dhe të zonave përreth, gjithë prindëve të tyre, këtë ditë të jashtëzakonshme sot. Në njëjtën kohë falenderoj ministrin Likaj, Ram Likaj, që ka bërë mundur që kaq shpejt me fillu një shkollë të re në Damian. Na si familje jemi shumë të kënaqur, herë si pika parë që kemi pas Hamzën, edhe si vëlla, po edhe si prind, edhe si krejt. Të besim sot ne, me besa besë, Të pranishmit u argëtuan me pika artistike të përgatitura nga nxënësit të shkollës, që me krenari mban emrin e aktivistit dhe punëtorit të dalluar të arsimit Hamës Cena. Në 23 vjetorin e epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qytetarë e të shumë po bëjnë homazhe në kompleksin memorial në Prekaz, në nderim të sakrificës së familjes Jashari. Qytetari Syl Dervishi thot se vjen në këtë vend çdo 5 mars për të përkujtuar sakrificën e familjes Jashari, pasi me flijimin e tyre u fitua liria dhe pavarësia e Kosovës. Është një vend që shpirtit pushon, pasi që dihet me flijimin e tyre dhe vazhdimin e luftës të UÇK-s, e fituam edhe lirinë, pavarësinë dhe sot jemi të lirë me këtu. Nga Zvicra për të bërë homazhe në Prekaz, ka ardhur Burim Berisha, i cili thot se familja Jashari ka dhënë shumë për Kosovën, por shteti ka bërë pak për ata. Këta kanë dhënë shumë për këtë vend, ama unë mendoj që është bë shumë pak për këta, sidomos qeveria, po shteti.
Ndërka shmërgjimtari tjetër Avni Sufi, i cili banon në Gjermani, por me përjardhje është nga Skanderaj, thot se familja Jashari çdo herë duhet respektuar. Po shteti duhet me bërë edhe ma shumë. Duhet edhe ma shumë u angazhu, me punu ma shumë, se shumë njerëz e kanë hup jetën. E duhet pak edhe ma shumë me mu punu. Më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, komandanti legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Adem Jashari dhe familja e tij u flijuan në ballafaqim me forcat okupatore serbe. Për epopejën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe heroizmin e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari, mësuan e diskutuan së nxënësit e të gjitha shkollave në vendin tonë. 23 vjet më parë, sulmi i tretë që ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars në prekazin heroik mori jetën e 55 njerëzve të këtij fshati, 22 prej tyre të cilët ishin familja e ngushtë e komandantit legjendar Adem Jashari. E vetmja mbjetuar në këtë sulm ishte vajza e Hamës Jasharit, Besarta, e cila pa gjithmerin teksa i vritëshin familjarët e saj. Pra sot në të gjitha shkollat e Kosovës, ora e parë e mësimit i është kushtuar epopejës së UÇK-s. Mbesim të njëjta temë dhe sjellim një rrëfim të veçantë nga ato ditë të zjarrta të cilat i përjetonte i gjithë populli ynë. Pas vrasjes masive që u bë familjes Jashari, në Gjakovu mobilizuan një grup njerëzish, të cilët dërguan arkivolet për të vrarët atje. Marsi në historinë shqiptare do të jetë përgjithmonë i lidhur ngushtë me rënien heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjarëve të tij. Por pak kush di që për varimin e tyre dinjitoz në ato kohë u përkujdes zonja nga Gjakova me Vlyde Saraçi bashkë me disa aktivistë të tjerë. Ne strukturat në Gjakov, gjitha partit politike, pra dhe organizatat humanitare u bën bashkë, realizuam grumbullimin e arkivoleve, numrin e caktuar sa duhej, por edhe dy kishte më tepër, ndërka që Veli Hajdaraga, aktivisti asaj kohe, eftoi të vllajën që Majl Hajdaraga që t'i barti me kamion. Rrugës ata nuk ishin vetëm. Nga Prishtina na shoqëruan profesor Fatmir Sejdiu, Edi Shukriu, atëherë ishte kryetare e Forumit të Gruas, Vozit Elmir Qica, ishte edhe zoti Rambuja. Mirë po ata ishin në makinën zyrtare të cilët na prinin. Rrugës ata i ndaluan, i kthyn prapa dhe ata kanë shëtit disa fshatra për të takuar sërish në hyrjet Komoranit. Ndërka që Kryqi ndërkombëtar, i cili ishte si një formë sigurie për ne, u ndalua në Komoran dhe aty policia e Serbisë i tregoi se tani është zonë e vdekjes, kushdo që hyn nuk ka përgjegjësi shteti, në thojza shteti serb i cili vetë i ka vrarë, dhe Kryqi ndërkombëtar vazhdoi rrugën për Prishtinë. Ne vendosëm që të shkojmë në vdekje vetëm ta kryejmë misionin. Ajo thotë se është e vështirë ta përshkruajë me fjalë çfarë kanë parë gjatë atij rrugtimi, e me mbërritjen e prekaz situata ishte edhe më e frikshme. Në oborrin e magazinës ku ishin vendosur kufomat, i bëm homazhe. Ishte një tmerr i papar, një tmerr që nuk ka ndodhur askund rrallë në botë. Por jo si në Kosovë të sakrifikohet komplet një familje të lufton një ushtri serbe kundër një familje të vetme, ajo është një ngjarje shumë e dhimbshme, trishtuar, mirë po ne kryjm obligimin dhe unë sa ndihem e pikëlluar, ndihem edhe krenare, sepse nuk e lam Serbinë të vendosë kufomat ashtu siç dëmte ajo. Pas shkarkimit të arkivoleve, ata insistuan të qëndrojnë në prekaz, por në presionin e serbëve të armatosur u detyruan të marrin rrugën e kthimit. Në kthim në Gjakov, na ndaluan policia, sepse ata vetëm kishin informatë që ne kemi shkuar, dhe na maltretuan dhe na rrahën me kondak automatiku. Na morën në pyetje jashtëzakonisht me pyetje të ndryshme që ne nuk kishim vetëm një përgjigje, e kemi përfunduar një proces human me marrëveshje mes lidhjes demokratike Kryqit Koqë dhe policisë serbe, mirë po për ata nuk kishte shtet, nuk kishte ndjenjat e tyre ishin vetëm të vrasin, të masakrojnë dhe të shkatrojnë çdo gjë para nesh. Për të e gjithë kjo sakrificia ka vletur dhe kjo vjen si rezultat i lidhjeve të fuqishme të Gjakovës me Drenicën gjatë viteve të okupimit.
Një mesazh për këto ditë për kujtimin na sjell kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Dega në Gjakov, Sadri Hoxha. Nga sot për 3 ditë më radh shënohen ditët e lavdishme të epopesë së UÇK-s. Familja e Ashari me në krye komandantin legjendar Adem Jashari do të bien heroikisht pas 3 ditë rezistence kundër forcave serbe. Sadri Hoxha, kryetari i OVL-s në Gjakov, tha se marsi 98-s ishte kthesë për vendin tonë, me çrast do të merrte kahje tjetër çlirimi i vendit. Edhe luftarët e rrafshit të Dukaxhinit dhanë kontribut të madh për çlirimin e Kosovës, ka thënë ai. Përkazi për ne do të mbetet i dhimbshëm, po do të mbetet krenari për gjithë popullin shqiptar, sepse përkazi e tregoi veten që boll më me Serbinë, edhe 5-6-7 marsi po janë krenaria jonë. Edhe 24 marsi në Glazhan, sa aty nuk pas veç Glazharit, pa aty në kanë ushtar, mirëfet të ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të tu filloj, por ne nuk humbe masisan. Se ne mas 24 marsit, edhe në Glazhan, 5-6 marsin atje, ushtria shqiptare e Kosovës u mobilizu shumë mirë, edhe gjithë njerëzit vullnetarë kanë qenë për mobilizu dhe me thonë të vërtetin e kemi bërë një luftë shumë të shenjtë edhe një luftë shumë drejtë kemi bërë. Amaneti i dëshmorëve dhe gjithë kontribuesve për vendin duhet të jetësohet gjenerat pas gjenerate, tha Hoxha me tutje. Edhe gjeneratet e reja duhet me frëzu dhe këto duhet për këtë luftë shenjtë duhet edhe librat me shkru edhe poet me bërë libra edhe më patë se kjo është një luftë e popullit, në kërvishe UÇK-s. UÇK-ja ka popull. UÇK ka luftu për popullin e vetë, edhe popullin ka pas përkrahje të madhe. Në datat historike të marsit OVL e UÇK-s së bashku me komunën e Gjakovës do të bëjnë homazhe pranë varrezave të dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Përfaqësuesit e partive të komuniteteve rom Boshnjak Ashkalin sot kanë dorëzuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ankesë lidhur me procesin zgjedhor dhe dyshimet për keqpërdorimin e votave nga lista serbe, duke mbështetur Romani Iniciativa. Këta përfaqësues paralajmëruan edhe ankimin në Gjykatën Supreme, por edhe në atë kushtetuese, varësisht nga vendimi i PZAP-s. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, pasi dorëzoi ankesën, tha se ata kanë animinuar në PZAP ndaj iniciativës rome, për të cilën pretendojnë se ka marrë vota nga votuesit serb. Ne kemi konstatuar dhe kemi fakte të mjaftueshme të dorëzuara në PZAP, cilat e kanë konstatuar shkeljen kushtetuese dhe ligjore. Dhe jemi shumë bindur që nuk do të kemi nevojë të shkojmë atutje, sepse PZAP-ja do të vendosë në mënyrë më meritore edhe do të parandaloj një të keqe më të madhe për Kosovën. Kryetaria i Partisë Boshnjake, Bashkimi Social-Demokratik, Duda Balje, tha se në PZAP kanë paraqitur ankesën e tyre, përmes së cilës kërkojnë anulimin e votave të komunitetet nëpër komunat serbe. Domethënë, na jemi të lup anulimi e vota e serbave cili kanë votu për Boshnjakët. Njëjtësisht deputetja Duda Balje edhe Ergjan Galushin nga Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës shpreson se PZAP do të marrë vendim të duhur karshi kërkesës së tyre. Shpresoj që PZAP do ta marrë vendimin e duhur dhe të mos përsëritet një precedent i rrezikshëm i cili mundet të ndodhë. Albert Kinolli tha se në zgjedhjet e 14 shkurtit është shkelur vullneti i qytetarëve të Kosovës dhe zgjedhja e 2 deputetëve të iniciativës rome e konsideron jo demokratike. Është shkel mbi vullnetin e lirë të sovranit, është shkel vota e qytetarit dhe ju fort mirë dini se Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë që çdo qytetar i Republikës Kosovës ka të drejtë të zgjedhë dhe të jetë i zgjedhur. Kurse Ehat Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se Qendra për Ndihmë Juridike Falas ka ofruar ndihmë juridike për komunitetet jo shumicë ndaj të cilëve është shkelur vullneti i qytetarëve të komuniteteve jo shumicë. Kemi një manipulim të orkestruar nga analistët serbe me disa parti politike bosnjake dhe rome, bazë sa që kemi gjetë dhe kemi vërtetuar janë afërsisht 10.000 vota të cilat kanë kaluar nga komuniteti serb tek SPOK 2, Parti Iniciativa të Komuniteteve jo shumicë, e cila e cënon në rend në radhë parë në Kushtetutën e Kosovës, po çka është më rëndësishme e cënon në rend legjitimitetin e përfaqësuesve të popullit që të duhet të përfaqësonin komunitetet jo shumicë. Përndryshe janë mbi 15 ankesat që janë dorëzuar në PZAP lidhur me procesin zgjedhor të mbajtur më 14 shkurt. PZAP ka kohë prej 72 orëve për të kthyer përgjigje këtyre ankesave.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e çmimeve të prodhimit për 3 mujorin e 4 të vitit 2020, ku theksohet se indeksi i tërësishëm i çmimeve të prodhimit në Kosovë u ngrit për 0.3%, krahasuar me 3 mujorin e 3 të vitit që lëm pas. Ngritje më të mëdha sipas degëve të veprimtarive ekonomike vorrejnë energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar 1.7%, prodhimi i pajisjeve elektrike 1.4%, prodhimi i produkteve të gomës dhe të plastike 0.8%, prodhimi i metaleve 0.6% e disa produkte të tjera. Ngritja u neutralizua nga rënja e çmimeve te prodhimi i mobiljeve minus 5.0%, prodhimi i produkteve minerale jo metalike minus 4.1%, prodhimi i metaleve minus 2.9%, prodhimi i pijeve minus 2.4% e disa produkte të tjera. Punëtorët e KRM Qabrati nuk ndalen asnjëherë, sot u pan sërish të angazhuar të cilët pos pastrimit mbollën drunj dekorativ në parkun qendror të qytetit në Gjakov. Pavarësisht situatës së mjedisit, angazhimi dhe puna e punëtorëve të kompanisë rajonale të mbeturinave Qabrati nuk ndalet asnjëherë. Sot u pan të angazhuar në mbjelljen e dronëve dekorativ në parkun qendror të qytetit të Gjakovës. Kjo po realizohet në kuadër të planit të operativës dhe marrëveshjes së nënshkruar me Kuvendin Komunal, e një gjë e tillë do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Nga kjo muj kemi filluar me mbjelljen e fitoneve të reja, sot jemi të mbjellën në parkin e qytetit, kemi vazhduar nesër, edhe krejt sezonin jemi mbjellje të fitoneve, pastrimin e posetave. Ne ndërtojmë planin e ri operativ të pastrimit, kemi edhe disa që shtu të reja si shpjella e Kosarit, e shtetitoria e lumit Drin atje në alt, e urat cilat janë rregullu një pjesë poshtë urave, mirëmbajtjen edhe të aty në pjesëve. Dihet se njëra nga shërbimet primare të kësaj kompanie është grumbullimi i mbeturinave. Këtë vit Qabrati ka filluar të ofrojë këtë shërbim edhe në zona tjera rurale. Kemi filluar zgjerimin e fshatrave, kohët e fundit kemi futur në menaxhim fshatra të dëshkoja si Shqiponjen, Bardhaniqin, Zhabelin e ri, Zhabelin plak, Gërgoci, disa fshatra i kemi pjesë, mendojmë edhe ato krejtësisht plotësisht më kyç. Kështu mendoj këtë vit që duhet mi përmbyll edhe mi përfshi të gjitha fshatrat në menaxhim mbeturinave. Atëherë kujtoj që nuk kanë arsye mbeturinat mi gjujt vend pa vend. Një rol të rëndësishëm në reduktimin e ndotjes së mjedisit të shkaktuar nga mbeturinat e luajnë këta punëtorë. Ata kujdesen për mirëmbajtjen e hapësirave gjelbruese, po ashtu edhe për pastrimin e trotuareve dhe rrugëve. Me të gjitha kapacitetet që kanë, jo vetëm në këtë kohë, por në çdo stin ata nuk ndalojnë punën, vetëm që qytetarët të kenë një ambient sa më të pastër. Këta punëtorë mbrapa meje të kompanisë mbeturinave Qabrati, edhe të tjerë, janë pothuajse çdo ditë në çdo vend në komunën e Gjakovës. Ata jemi mësuar të shohim teksa bëjnë pastrimin e rrugëve në qytetin e Gjakovës, mirëmbajtjen e parqeve, e trotuareve. Por mbetet të shihet se sa është rritur ndërgjegjësimi i qytetarëve për të mbajtur mjedisin e pastër. Ndërgjegjësimi i qytetarëve është nivel shumë të ulët, edhe duhet me qenë shumë më i lartë, për shkak se ambienti nuk është i një personi, por është i ynë të gjithëve. Asaj përket pastrimit punit të ndërmarrjes Qabrati, unë kam fjalë veç miradije, për shkak se ata të kanë kushte shumë vështira për me i rreth gjitha punëve që janë për pastrim. Qabrati për çdo ditë kanë të pastruar dhe të marrë mbeturinat. Po sa mbajnë populli atje që kjo është tërmazi, se këto duhet të shku dyat, edhe populli edhe Qabrati, për më konë nivel pastërtia rrugëve dhe Qabrati. Kujdesi për mjedisin jetësor është mision i pathyeshëm i çdo banori që dëshiron të frymojë në një ambient të pastër. Prandaj të gjithë pa përjashtim duhet të kujdesemi për mjedisin. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim.
Para se të ndami, të ndjekim edhe njerë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Është vënë sot gurthemeli për ndërtimin e godinës së re shkollore në fshatin Damian. Një investim ky prej 2 milion euro i siguruar nga Ministria e Arsimit. Shkolla do të quhet Hamës Cena, një aktivist dhe punëtor i dalluar i arsimit nga kjo treg, i cili nuk jeton më. Përfaqësuesit e partive të komuniteteve rom Bosnia-Kashkalin sot kanë dorëzuar në paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ankesë lidhur me procesin zgjedhor dhe dyshimet për keqpërdorimin e votave nga lista serbe, duke mbështetur Romani Iniciativa. Këta përfaqësues paralajmëruan edhe ankimin në Gjykatën Supreme, por edhe në atë kushtetuese, varësisht nga vendimi i PZAP-s. Punëtorët e KRM Çabrati nuk ndalen asnjëherë. Sot u panë sërish të angazhuar, të cilët pos pastrimit të mbollën drunj dekorativ në parkun qendror të qytetit të Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syri-vizvizion.tv. Miropafshim.